Ishte viti 2003 kur ata u martuan, ndërkaq të mërkurën mbrëma festuan 10 vjetorin e martesës së tyre, gjithashtu edhe ditëlindjen e bashkëshortit. Çifti Haradinaj kishin organizuar një ndaje me shumë përkushtim, me shumë të ftuar, miq, kolegë, këngëtar e politikan. Ajengu ishte organizuar në mënyrën më të mirë të mundshme, e më shumë duke se po martoheshin për herë të dytë. Për të tjera detaje na i sjell materiali i parë për këtë mbrëmje. Çifti më i famshëm në botën e politikës e gjithashtu në jetën mediale, Anita dhe Ramush Haradinaj kaluan sa hapën mbyll sytë 10 vite martesë. Jo shumë vite të lumtura, por gjithmonë afër njëri tjetrit në ditët më të mira e të vështira. Mbrëmja e së mërkurës ishte ajo që mblodhi fytyra të ndryshme politike e të showbizit vendor për një arsye. Festimi i vitit jubilar të martesës së çiftit Haradinaj, njëkohësisht edhe festimi i ditëlindjes së 45 të Rambos. Mysafirët tashmë po zinin derën e po vendoseshin në tavolinat përkatëse të rezervuara. Ambienti dekoruar i dizajnuar në mënyrën më perfekte për këtë natë ishte besuar një kompanie vendore, e cila merret me dekorimin e ndajave të tilla. Materiali mbulesave ka qenë ngjyra ka qenë e zezë, ka qenë pak më ndryshe se mirave të tjera, më thonë e bardha. Kjo ngjyrë e zezë pse se është përvjetuar, nuk është dorëzën, po edhe pak më elegante, ka ndaj bukur në ambient jashtë. Pritja mysafirëve filloi në orën 20 për të mbaruar në orën 21. Tashmë erdhën të gjithë, me PDK, AAK, ambasador e biznesmen të ndryshëm vendor. Të gjithë u rehatuan deri në momentin kur arriti e ja u prishi rehatin presidenti Atifete Jahjaga. U futën brenda e u mirëprit nga çifti Niko Qer, por të pranishmet, as edhe njëri nuk u pa në këmbë për t'i bërë të paktën një respekt nga s'është e para e vendit. Si të qoftë, për çiftin urimet që në start filluan. Tu s'ka politik, me arë me shenu një ditë që për kryetarin Haradinaj edhe për familjen e tij dhe për bashkëpunëtorët e ngushtë është një ditë e rëndësishme për me u shenu. Mendoj që raporti edhe politik edhe personal me familjen e Haradinaj, natyrisht edhe do të janë arsyeja që të festohet. Ka pasur peripeci këto 10 vite, por ka kaluar me sukses. Është një arsye shtesë që të festohet, i dëshiroj çdo të mirë çiftit Haradinaj, familjes tyre, edhe një jetë bashkëpunëtore dhe familjare dhe politike të tjera. Është një ngjarje mirë edhe familjes edhe miqve edhe shokëve, mas një kohë baja këtë vështirë që ka kaluar dhe Ramushi, po edhe Anita, natyrisht që mbledh miq më të mirë të familjes, po edhe të institucioneve të Kosovës edhe trupa diplomatike. Është një ngjarje për me nda një gëzim përbashkë në emër të ditëlindjes së Ramushit dhe vjetorit martesës, po pse jo që uroj që gëzimet tjera të jenë përbashkëta në krejt Kosovë. Erdhi edhe momenti fjalimit. Anita me pagës humor para të pranishmëve po bënte lobimin e saj për 2 arsye pse duhet të votojnë Ramushin në zgjedhjet e radhës. Unë kam një gjë pak politike për ta thënë, sepse ne nuk dim të bëjmë gjithçka pa bërë edhe pak politikë. Janë 2 arsye pse unë e votoj Ramushin. Jo për arsyen e thjesht se e kam burr dhe e kam burr shumë të mirë, por se është trim dhe i guximshëm. Do me thënë, ka guxuar ma besoj mua mikrofonin dhe të më thot dile thuj një 2-3 fjalë. Tu e ditë që unë nuk di mi thonë 2-3 fjalë, veç 200 e më shumë. Zonja Haradinaj e veshur një fustan të kombinuar mes ngjyrës së trupit dhe tërkizit, duke përshtatshëm për përjetorin e martesës së saj. Anita është e njohur me një stil elegant. Në shihen time, sot kishte një fustan të qelluar. Edhe tipik fustan për fest martesës apo 10 vjetorit martesës edhe për një fest tillë. Filluan të shpërndajnë në tavolina dhe pjatet e para. Kështu filloi edhe darka në tingujt e muzikës së Nusret Muqiqit, e përcjellur me instrumentistët e grupit Korona. Pas pjatës së parë përkujdesen edhe për dokumentarin i cili ishte përgatitur për nder të çiftit dhe vitet e eksperiencat që kaluan. Kishte edhe probleme teknike, jo një herë, po përsërit 2 herë. Të pranishmit u treguan të mirë kuptueshëm, madje në thatë edhe duart roketën. Kështu me valle muhabet vazhdoi gjithë nata për t'i lënë rend muzikës moderne, ku mikrofoni u besua këngëtarës Dafina Zishiri, e cila dhe promovoi këngën e saj më të re në bashkëpunim me DJ Bland e Real One. E ka pa ku një avun fishek zjarët së bashku e muzikën e Energy Band.
Të kthehemi edhe një herë në fillim, në ambientin e dekoruar e në vendin e rezervuar. Sa ishte shuma totale e gjithë këtij eventi. Tavolinat e bukura të mbuluara me të zezë ishin 60 e materiali qipk dekorues mbi të arriti jo më pak vlerën se 700 euro. Lulet e bardha ishin ato që i shtonin hieshin gjithë shkafit, aty e që vlerën kapnin 1000 euro. Karrigët që ishin rezervuar për të gjithë të ftuarit kapën shifrën 630, e menyja e përgjedhur për të ftuar kishte vlerën e 28 eurove për person, që po të shumëzojmë arrin në total të vlerës së ushqimit prej 17.620 euro. S'duhet të harrojmë as edhe pishinën e cila ishte dekoruar me qenin e llampa të ndryshëm, që kapnin vlerën e 200 eurove. Fishek zjarret për mbyllës mendohet të kenë arritur vlerën mbi 300 euro. Në total, vetëm dekorimet të mbrëmjes, shifra u arrit jo më pak se 19.820 euro. Për muzikën nuk pat nevojë asgjë, të gjithë ishin në mënyrë shoqërore për të kënduar. Iniciativën për adetin e bakshishit, këto kësaj herë çuditërisht nuk e praktikuan. Gjithçka sa i përket kësaj mbrëmje mori fund. Shija, stili e luksi i paarritshëm për shumë këtë gjithmonë është i pranishëm në një ndej elitare. Kështu edhe glamuri mori fund për të qëndruar një kohë të gjatë në mendjen e secilit që ishte i pranishëm. Prive nuk kursen fjalët për çiftin. Ju dëshirojmë plot vite së bashku me dashuri e harmoni. Urime.